Natën e vonë dhe Flak e Bor, dy prej këngëve ikonike të Tish Daris. Dy këngë ikonike dhe dy këngë shumë shqip që ka repertori muzikës lehtë dhe normalisht Tish Daria për mua në shihet e mia personalisht dhe pse e kam patur edhe fatin ta njoh në jetën time, pa diskutim që ka shkruar një muzikë të pastër shqiptare edhe vërtet me një identitet shumë të fortë që jo gjithmonë e gëzojmë dhe sidomos në këto vite sidomos vitet e tranzicionit dhe vitet që po jetojmë nuk po kuptojmë më se ku i kemi rrënjët e duhura. Kështu që unë jam shumë e lumtur që në këtë 100 vjetor isha pjesë me dy nga këngët kaq ikonike që Tish Daria ka në repertorin e tij. Sa nevojë kemi në fakt për të sjellë të tilla figura që na kanë lënë vepra të rëndësishme të muzikës shqiptare e Tish Daria në disa zhanre fatmirësisht. Po, pa diskutim. Ka një madhështi si kompozitor, një njeri që muzikën e ka dashur, e ka ledhatuar dhe ka ditur t'jap të duhurën si për artistët vetë që e interpretonin, por dhe për publikun. Që që ai mban një vlerë të jashtëzakonshme. Nevojshmëria është e madhe për të sjellë autorët shqiptar dhe sidomos njerëz që e kanë shkruar historinë e muzikës shqiptare. Kjo është një nevojshmëri e madhe dhe jam shumë e lumtur që kjo iniciativë u mbështet kaq fort. Djali pati vërtet forcën e tij për t'i dhënë suportin e dur edhe për të sjellë një natë kaq që për mua s'duhet ngele vetëm në Shkodër, është vërtet një repertor që duhet shijuar edhe jashtë vendit të lindjes së tij, pa diskutim. Faleminderit juve.